Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ka plasur një skandal i madh, duhet thënë, sa i përket daljes në shesh të dhënave dhe sekreteve ushtarake mbi planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të goditur grupin Houthi në Yemen. Gjithashtu do të flasim edhe sa i përket rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Europën, luftën midis Rusisë dhe Ukrainës, ku të dy vendet nuk po gjejnë dot paqe pavarësisht negociatave të fundit midis dy vendeve. Ndërkohë do të prekim edhe rajonin e Ballkanit dhe kryesisht Kosovën dhe sa rrezikohet Kosova nisur nga politikat e Donald Trump, duke qenë se e ka lënë Europën të vetme përballë Rusisë, dhe a inkurajon kjo politikë e Donald Trump si Rusin ashtu dhe Serbin për të ndërmarrë veprime provokuese në rajonin e Ballkanit. Për të folur për gjitha këto, ne kemi të ftuar ekspertin për çështjet e gjeopolitikës dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Lutfi Bilali. Zoti Bilali, përshëndetje. Përshëndetje, zoti Çuku, çdo herë kënaqësi të jem në misionin e juaj. Zoti Bilali, si e shikoni politikat e Donald Trump sa i përket qasjes së tij në raport me Europën, duke qenë se e ka zbutur pothuajse politikën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në raport me Rusin, duke bërë që Europa pothuajse të gjendet e vetme përballë Rusisë? Mund të them që politika e presidentit amerikan dhe administratës së tij në raport me Europën ka një dinamik tjetër, nuk është e mandateve të ish presidentëve tjerë. Dhe mendoj që e tëra kjo ka shkaktuar, mund të them, habi, por në disa momente mund të them që mund të ketë edhe keq kuptime, por mendoj që e tëra kjo politik mund të them që ndryshon në këtë vurbull të gjeopolitikës, ndryshimeve të mëdha në gjeopolitikën botërore, të krizave dhe luftrave që kemi sot në botë, mund të them, dhe gjithë asaj që nënkupton një politikë, mund ta quaj agresive, sidomos në raport me një luftë tregtare që zhvillohet jo vetëm me evropianët, u prit mas paku të ndodhë në relacionet Shqipëri-Evropë. Mirë po, mund të them, tarifa doganore kanë qenë shkaktari kyç, mendoj, ka qenë, do thot, goditje për ekonominë evropiane, mund të them, sidomos për gjermanët dhe francezët në këtë rast, pa lënë edhe Anglinë, por mund të them në unison gjithë anëtarët e Unionit Evropian në rreth politikave tregtare të Amerikës që do të ndërmarrë hapa në raport me Unionin Evropian. Mendoj që e tëra kjo tregon një thyrje jashtëzakonisht të madhe në këto raporte. Mund të them që edhe alianca në aspektin e sigurisë dhe sidomos me atë që nënkupton umbrellën e mbrojtjes së Evropës, ka pësuar, mund të them, një plasaritje, dhe mendoj që edhe vetë pakti NATO-s, alianca më e fuqishme sot në botë, gjendet para sfidave të mëdha, nga se politika amerikane dhe kryesisht administrata e të Trumpit kërkon që 5% i GDP-s të shkojnë në atë shkallë që për gjithë anëtarët, për të dy vendet anëtarët të Paktit të Atlantik, duhet të kenë kujdes në këtë pikë. E rëndësishmja për amerikanët është që të rritet volumi i blerjes së armatimit, dhe ky armatim kryesisht do të blehet në Amerikë, sipas politikës amerikane, dhe këto është ajo pojenta që dëshirojnë amerikanët të kenë, mund të them, pastaj një rehabilitim të quaj, apo një lloj paqe me evropianët. Mendoj që kjo ka zgjuar, mund të them, edhe ndryshime të mëdha sa i përket mes asaj çfarë nënkuptojmë real politik dhe politik të interesit gjeoekonomik, dhe mendoj që në këtë drejtim evropianët janë para një sfide jashtëzakonisht të rëndë, sepse në raportet dhe bile mund të them, ju e nisë bukur mirë ai skandali që ka ndodhur në mesazhet e dërguara në The Atlantic të një kryeredaktori amerikan, një gazetari,
është një fjali shumë interesant atje e Gjedi Vencit, ku thot e urrej përsëri të ndihmojmë të shpëtojmë evropianët. Këtë aprovon sekretari i mbrojtjes, Pat Hessel, ku e pranon, thot jam dakord me jua, është citat kështu i mesazhit, të jem parafërsisht sa më i saktë. Dhe mendoj që gjendemi para një sfide jashtëzakonisht të madhe. Këtë dua ta lidh edhe me një citat të Sven Witkofit, i deleguari i Trumpit për bisedime me Rusin, rreth konfliktit në Ukrainë dhe bisedime që po zhvillohen, do thotë në Riyadh të Arabisë Saudite. Mirë po është zhgënyse një citat dhe një fjali e tillë ku thotë decisivisht që Putini nuk ka pretendime ta marrë të gjithë Evropën, ta aneksoj gjithë Evropën. Nuk ka pretendime ta aneksoj gjithë Evropën, do thot një pjesë mundet. Dhe kjo, me thot drejtën nga optika ime në analizë që kom bërë sot, mendoj që nuk na presin ditë mira. Do të jemi para një situate të jashtëzakonisht të rëndë, por me atë që kërkohet në pyetjen e juaj, besoj që ka një thyrje në raportet evropiane-amerikane dhe besoj që perëndimi në këtë drejtim po kalon në një fazë të re të qëndrueshmërisë, mund të them të polit perëndimor, mos them edhe civilizimit, zhvillimit, kulturës dhe gjitha elementeve, ta marrë edhe të forcës, apo edhe të materializmit të saj, dhe gjitha këto mendoj që Evropa është në një pozitë jo të lehtë. Çfarë po ndodh me luftën mes Rusisë dhe Ukrainës teksa kanë nisur negociatat, por ende premtimi i madh i Donald Trump se do t'i jap fund luftës me një telefonat nuk është përmbushur që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë? Po ka qenë, mund të them, ndoshta fjali që u ka përshtat fushatës, sepse ndalimi i një konflikti brenda 24 orëve nuk ka mundësi as teknikisht, as teoretikisht. Mirë po, besoj që do të shkojnë edhe mujt të tërë dhe nuk do ndodh kjo, sepse janë shumë komponente të cilat nënkuptojnë dakordimet, fillimin së pari të bisedimeve, dakordimin, tekstin, pikat, materien përbrenda, çka përmban teksti, ku do jenë mund të them ato pikat, limitet ku njëra palë derisa mund të shkoj, derisa mund të çoj pa, derisa mund të arrihet një kompromis. Pastaj ona teknike e vijës demarkacionit ose demilitarizimit në këtë rast ta quaj kështu në fjalën ushtarak, do thotë e gjitha ajo komponent, kush e përbëjnë atë komponent atyre forcave, në emrin e cillit mision, do thotë do strehen në ombrellën e kuj do të jenë ato forca. Dhe do thotë është një mori elementesh që nuk arrihen jo për 24 orë ose 48 orë, por mund shkojnë edhe mujt, 3 mujt, 6 mujt, apo edhe viti. Do thotë këto elemente janë qendrore dhe besoj që sot kemi një arritje të një marrëveshje sa i përket anëpushimit në detin e Zi, që nënkupton që është një proces i ngadalshëm. E ka një evolim dhe një dinamik. Mirë po finalja është larg të arrihet, nga se interesat mund të them të palëve janë diametralisht të kundërta. Kem një rol amerikan që mund të jetë qendror, mirë po kem edhe një hatërmbetje evropiane, mund të them për tërë arsyen e materjes së asaj marrëveshje që përmban, dhe mendoj që evropianët në një farë mënyre janë të lënën anash nga vetë amerikanët, sepse këtij procesi dëshirojnë që t'i vënë kapak Shtëpia e Bardhë dhe personalisht vetë presidenti Trump. Por më duket që ekziston një aleancë bukur mirë koordinuar mes dy superfuqive, thamë kështu, sa i përket asaj që quhet arsenalit bërthamor dhe fuqive së armeve, amerikanëve dhe rusëve, dhe besoj që është një korrespondencë, bili ka informacione që më duket edhe nga Kremlini, kur është pyetur Peskov rreth asaj që kanë qenë 2 telefonata, ai mendon që ka pas edhe më shumë telefonata tjera në raportet Putin-Trump.
Dhe mendoj që ta quaj kështu një koekzistencë e tillë, paqëtimi i tillë amerikano-rus ka për synim të krijojë zona të influencës për të dy palët dhe Kinën sigurisht. Dhe mendoj që në këtë drejtim gjendja në terren tregon që kemi një, mund të them, eskalim në vijat e frontit, sidomos në pjesën e Khersonit dhe Zaporozhës, ku luftohet për çdo fshat, mund ta quaj kështu, sepse të dy palët e dinë që vijat që do të ndahen do të besin atu, mendoj. Dhe tash në aspektin e asaj që nënkupton luftimet në terren, të dy palët tentojnë të përfitojnë nga momentumi dhe të arrijnë në atë që ka të sjellë marrëveshja finale. Edhe pse mendoj që Ukraina ka hyrë në një fazë të tillë dhe ka një mbështetje, mund të them, për forcat armatosura të Ukrainës që ndihmojnë anglez, gjerman dhe evropian, në përgjithësi mund të them 3 shtetet evropiane bashkë me Francën, por kjo nuk mendoj që do të ndryshojë diçka praktikisht në terren. Ka se situata e tillë tregon që Ukraina, marrëveshja që do të arrihet për Ukrainën i takon asaj fjalisë historianit kroat që do thotë rus territorin, amerikan mineralet, fatkeqësisht ukrainasit, vetëm slava Ukraina. Nisur nga ajo që duket deri tani, ka gjasa që Vladimir Putin të marrë pothuajse gjithë territoret e pushtuara dhe të ketë avantazhe shumë të mëdha në këtë marrëveshje, nëse do të arrihet për të vendosur pushimin, por edhe për t'i dhënë fund luftës. Ju si mendoni, a do të arrisë kjo urinë e Rusisë kundrejt shteteve të tjera dhe a e bën kjo Rusinë një shtet më agresiv, qoftë edhe ndaj shteteve të tjera në një fazë të mëvonshme, siç e pam edhe në rastin e Ukrainës? Jam i mendimit që realiteti në terren tregon diçka tjetër. Mirë po, edhe atë që ka qenë starti 24 shkurti 2022 i rusëve për të hyrë në Kiev apo për të pushtuar komplet Ukrainën, mendoj që ka qenë një plan i dështuar. Mund të jetë që ka qenë, mund të them, një lloj aksioni për të provuar deri ku apo do të pritet nga popullata, kanë menduar që nga popullata do të pritet me lule. Mirë po, mendoj që e tëra kjo caqet dhe qëllimet e rusëve mund të jenë të klasifikuara, informacioni klasifikuar dhe nuk mund të dihet deri në skajshmëri se ku ka qenë tendenca. Ajo që ka shihet, mendoj që është arritja e pjesës lindore të, mund të them, të uzurpimit dhe të okupimit të asaj pjese, të atyre 4 regione, që ka futur edhe në kushtetutën e Federatës Ruse, ka qenë ai refundumi i 2023-s, ku do thotë është bërë një lloj triku për të legalizuar xojavullnetin e popullit. Referendumi në kohë lufte është vështirë të njihen si legale, por sidoqoftë sot realiteti në terren do thotë ana gjeostrategjike, por edhe taktike e rusëve ka qenë që të afrohet vijës së Dnjeprit, të lumit Dnjepër, që në një farë mënyrë të jugu ka pas një stabilizim afër Mikolajevit dhe deri te pjesa Kupianskit atje afër regionit të Harkivit. Mendoj që në të ardhmen do të ketë në këto dy Sumi, regioni Sumit, ku kanë qenë të involvuar edhe forcat, ku kanë forcat ukrainase në Kursk, brenda territorit të Federatës Ruse, që tashmë do thotë ajo është më punë e kryer. Dhe sot mund të them luftohet për Harkivin dhe pjesët e saj. Dhe në këtë drejtim mendoj që taktika ruse është të krijojë vijen e tillë të pjesës veri lindore deri në Mykolajev në jug. Dhe në këtë drejtim mendoj që rusët dëshirojnë që të arrijnë përmes Krimes, që do thotë është qysh 2014. Mos harrojmë se lufta në Ukrainë ka filluar në 2014, do thotë ka qenë një përgatitje e tillë dhe një angazhman, por edhe i forcave ukrainase, të ndihmuara nga vendet perëndimore dhe sidomos nga vendet që janë anëtare të NATO-s, vendet më të fuqishme. Dhe mendoj që lufta të bëmë real në Ukrainë ka qenë NATO-Rusi.
Dhe mendoj që pa ndihmën e NATO-s, ukrainasit, siç ka thënë edhe shefi i gjeneralshtabit të tyre, kur ka ndodhur çështja ajo shkëmbimi i aty rrëbesh mohabetit dhe kundërvimeve Zelenski në zyrën e Ovalit Zelenski-Trump, ukrainasit mund ta bëjnë frontin 4 deri në 6 muaj pa ndihmën amerikane dhe pa informacionet e inteligjencës ushtarake ose Starlinkut të Moskut. Dhe mendoj që në këtë drejtim rusët në aspektin e inteligjencës edhe ushtarake, por edhe asaj cakut dhe qëllimit e tyre, mendoj që deri në 70% i kanë realizuar planet e tyre në Ukrainë dhe mendoj që pjesën ku sot dominojnë ta mbajnë përgjithmonë. Si do të vjen fundi, mendoj që do të jetë ajo thënia, ajo trekëndshë e asaj se kush çka fiton, kush çka merr dhe kush çka humb. Dhe mendoj që Ukraina sot gjendet në pozitën më të rëndë, nga se arsyet edhe invazionit rus në Ukrainë kanë qenë, kuptohet, jo antarësimi në NATO, denazifikimi dhe arritja e asaj që Krimea është sipas tyre është okuose, që nuk ka të bëjë me realitetin. Bile shiquar historikisht Krimea më afër gjasot të jetë pjesë e perandorisë osmane ose hiset e shtetit të Republikës së Turqisë, sesa e Rozhë ose perandorisë. Rusia do të kuptohet me Katarinën e dytë ka arritur të zërejë territorin më së shumti edhe në Azinë Qendrore, po edhe në pjesën e Detit të Zi. Mendoj që pa hudhat që ata që njohin mirë historinë e Ukrainës, luftat më të mëdha që nga Gjengis Khani ose orditarta që kanë depërtuar në atë pjesë, ka qenë zonë shumë interesante për ta Detit Zi dhe depërtimi deri në Kiev, ka qenë rezistencë edhe Kozavgët të Zaporozhit dhe komplet asaj infrastrukture dhe betejave të shumta qoftë mbretërisë polake lituaneze dhe historikisht mund të them edhe suedezve. Dhe kjo është një konglomerat, mund të them edhe një pjesë ku përfshin një histori jashtëzakonisht interesante. Rusët do thotë sot kanë arritur të kenë atë që quhet kontrollin faktik, mirë po bisedime për të arritur një pas të tillë duhet të ndodhen edhe disa kompromise, por besoj që kompromiset e tilla arrihen në raportet amerikane-ruse. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka plasur një skandal i madh teksa plane ushtarake teje të klasifikuara kanë rënë në duart e gazetarëve, plane që kishin të bënin me sulmet e SBA-ve në Yemen ndaj grupit Houthi. Çfarë tregon kjo për vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur plane të tilla diskutohen në grupe të aplikacioneve dhe jo në dhoma të mbyllura apo në tryeza të atilla ku mblidhen gjeneralët dhe ushtarakët? Të jetë amaterizëm ta quaj kështu, duket që sot shumë agjenci të ndryshme kanë cituar edhe këtë formë të tillë, që është një lloj diletantizmi, një shkëmbim i tillë i mesazheve që vjen në durët e gazetarëve, është informacion, mund të them, klasifikuar dhe top sekret. Mendoj tregon një dobësi të plejadës dhe atyre që Trumpi ka pas, duket që edhe ai ka pak hatërmbetje dhe ka një, mund ta quaj kështu, një nervoz me bashkëpunëtorët e tij, sidomos me nën presidentin J.D. Vance, por me ministrin e mbrojtjes, shefin e Pentagonit. Kjo tregon të rrezikun që informacionet e tilla mund të jenë ato që mund të shkaktojnë probleme në të ardhmen. Dhe mendoj që goditjet në Yemen ndaj Houthit kanë qenë të planifikuara për stafin e brendshëm dhe do thotë institucionet të cilat merren me kryen e këtyre aksione, ose institucione, mund të them, asaj që quhet taman sekreti numër 1 brenda Pentagonit, por edhe detyrat dhe shkëmbimet e gjitha atyre mesazheve apo do të them komunikimit në raport zëvendës president dhe sekretari i mbrojtjes. Mendoj që kjo ka hedhur një hije të dyshimit të asaj që në Amerikë ka rezistencë ndaj politikës së Trumpit. Mund të them ndoshta nuk është situata aq e paqt e pastër edhe brenda institucioneve të shërbimeve amerikane.
të inteligjencës së tyre, mund të them të gjitha atyre organizatave që merren një numër bukur i madh, i shërbimeve inteligjente për brenda, qoftë Pentagonit, qoftë sektorit të shërbimit civil, apo edhe brenda shtëpisë së bardhë, dhe mendoj që këtë mund të jetë edhe një ballafaqim i arshëm për pastrim të këtyre agjencioneve. Dhe kemi pastaj një plasaritje mes Pentagonit dhe Muskit. Dhe mendoj se ai po të i kalon ato kompetencat e tij. Mendoj që Trump në këtë situatë gjendet para shumë dilemave, sepse gama e tij e përhapjes, mund të them, të vijave të goditjes dhe frontit që nga fqinjet Kanadës, Grenland, Meksik, pastaj kanalit të Panamas dhe Panamës vetë, si shtet, por matutje me evropianët, kinezët, pastaj në lindje të afërt, ka shkaktuar, mund të them, një lloj të stabiliteti, kështu ta quaj, një kaos në atë, se bile mund të them që kemi aq dinamik të informacioneve dhe të veprimeve që është vështirë të përcillen. Nga se çdo, mund të them, nga ora në orë kemi situata të ndryshme dhe mund të them edhe çuditëra në aspektin asaj se çka e pret botën në të nesërmen. Mendoj edhe këtë tëra hyrë në këtë domen të asaj që ju pëtët më të drejtë, ose ma mirë të dhe që pëndodhë me Amerikën, ose institucionet jashtëzakonisht kredibile, të cilat historikisht kanë treguar, mund të them, një qëndrueshmëri të fortë rreth asaj se pej, mund të them, sulmit në Irak, pastaj Afganistan, dhe gjitha ato që kanë ndodhur, mund të them, edhe pa faktime, sidomos Iraku, dhe tëra kjo tregon që Jemeni ka qenë pika e cila nuk është që nuk është pritur, por mendoj që administrata amerikane me këtë informacion ka dhënë shtesë grupeve që janë të pakënaqura, dhe sidomos këtë rast edhe palës evropiane që, ose mund të them vetë brenda Kongresit Amerikan, senatorë dhe përfaqësuesve të dhomës përfaqësuesve të kërkojnë një lloj llogarie dhe mund të thirrën, dhe sipas kushtetit të ligjeve amerikane, mund të thirrën ta quajnë në interpelancë edhe vetë presidenti, por mendoj që Amerika ka hyrë në një fazë, mund të them, të asaj që nënkupton doktrinën jo të Monroes, por mund të them të asaj që nënkupton një zhvillim, një rindarje të re të botës, të cilën e kemi tashmë në prag, të ndarjes së zonave të interesit, pastaj një rendi të ri global, të ri botror, por edhe vdhonjen fund të asaj që është një fuqie polare në shumë polare, dhe besoj që kjo do të jetë ajo agjende e cila sot po shkakton, mund të them, plasaritje, por edhe befasina në lidhje me aleancat dhe afrimin e asaj që nënkupton që deri dje kanë qenë, bile Amerika, mund të them, ka një pragmatizëm të tillë që nuk ka miq të përhershëm dhe aleat të përhershëm, por varësisht nga situatat e ndryshon, nga miq i bën miq dhe kundërta. Të zbresim pak në rajonin e Ballkanit, ku disa ditë më parë shefi i NATO-s Mark Rutte vizitoi Kosovën. Sipas jush, çfarë do të thotë kjo vizitë e Ruttes në Kosovë? Tregon që NATO është këtu pavarësisht se cila është politika që mund të ndjek Donald Trump? E para është që sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka dhënë një mesazh që ne do jemi këtu, ne do të kujdesim për stabilitetin jo vetëm të Kosovës, por edhe mund të them përgjithësisht të regionit të Ballkanit. Dhe e tëra, mund të them, ajo që ka paraqitur në konferencën për shtyp dhe nga deklaratat që ka mund të lexohet dhe të nxirren nga ajo, tregon vendosmërinë që forcat e KFOR-it që përbëjnë shumicën e vendeve të anëtare të NATO-s, dhe ai numër që qëndron në Kosovë e ka një mandat
NATO nuk tërhiqet nga ajo rezolut e OKB-s, dhe mendoj që ka qenë inkurajuese elementi që ne do të përkujdesemi për sigurinë dhe stabilitetin e Kosovës. Mirë po ka qenë, mund të them, dy elemente të cilat kanë në këtë momentum që tham të gjithë atyre ndryshime që po ndodhin sot në botë, çështja rreth FSK-s, ku decidivisht është deklaruar në atë thënien e tij famoze edhe më herët sa ka qenë Stoltenberg nga viti 2018 që ata përkrojnë misionin e FSK-s vetëm si mision humanitar. Jo mendoj që kalon një shije, mund të them, jo të mirë, meqense Kosova dhe forcat tona të sigurisë kanë hyrë në fazën e tranzicionit që 2018 dhe 2028 afati 10 vjeçar përfundon kjo fazë e tranzicionit. Por mendoj që citatet e tilla për dhënien e ndihma për urgjenca dhe për katastrofa dhe se më thonë kështu fatkeqësitë elementare që ndodhin ose natyrore që ndodhin të jetë misioni FSK-s, më duket ka qenë pak e tepër dhe goditje jo e këndshme, sepse ne kemi arritur të krijojmë konturat e tilla që tamam me kapacitetet e plota 2028 në Kosova të jetë ushtri. Mendoj që në këtë pikë lën shumë për të treguar që Kosova mund të kalojë, sepse kundërshtimi i NATO-s ka qenë që ndryshimi duhet bëhen me kushtetut, jo me ligje, por ajo dihet që ajo vota 2 fisht e pakicave, e 2 e 3 edhe për brenda pakicave që dominojnë pakica serbe, atëherë është e pamundshme të bëhen ato ndryshime kushtetuese. Dhe fjalia e tij në aspektin politik që rreth bisedimeve të ketë kompromis nga të dy palët. Mendoj që është pak shumë të kërkohet nga Kosova që të bëj kompromise të tilla, nuk ka ku të bëj kompromise më tepër ta qyshtu, por do thot mënyrë diplomatike ka kërkuar që bisedime dhe dialogimi në raportet Kosovë-Serbi të zhvillohet në atë frym për të dy palët dhe proceset integruese. Për këtë arsye, vizita e Rutës ka pas një rëndësi dhe një mesazh pozitiv që Kosova në rast të ndonjë rreziku ka forcat përmi 4000 forcat të KFOR-it, të cilat sigurojnë integritetin dhe sovranitetin e kufive të Kosovës. Dhe mendoj që në këtë drejtim është gjë pozitive, mirë po mesazhet e tilla kërkojnë atë që jo pse ka qenë panik tërheqja për flitjen e tërheqjeve të ushtarëve amerikan, por 640 trupa amerikane të Bosnjit, por unë mendoj që kjo në aspektin asaj fokusimin e amerikanëve në Evropën juglindore është vështirë të thuhet, meqense edhe pse është simbolik ky numër, por tregon shumë për sigurinë e Kosovës. Dhe në këtë drejtim deklaratat e tilla të Rutës, i cili vizitat kuptohet ka nisur në Sarajevo, në Bosnjë, për shkak të një situate jashtëzakonisht eksplozive dhe konstitucionalizmit të breshtë të Bosnjës, dhe për Kosovën ka pas një rëndësi, por ka dhënë aty mesazhe të cilat pak a shumë ka qenë, mund të them, jo pozitive në aspektin politik. Pavarësisht kësaj garancie që ka dhënë Mark Rutte, sa rrezikohet Kosova dhe kryesisht veriu i saj, dhe nga kjo a nxitet më shumë dhe më tepër Serbia nisur nga politika e butë që Donald Trump po ndjek ndaj Putinit? Po Kosova si pikë të ndihshme tani më veç është e ditur, ka veriun. Mendoj se kemi një përparim, mund të them, në aspektin e asaj që quhet shtrirje të sovranitetit me forcat e sigurisë, me forcat policore, por mendoj që në aspektin politik ende kemi për të bërë shumë, sepse atje kemi një përqindje të popullatës serbe, të pakicës serbe, e cila dominon në ato 4 komuna, dhe tash me zgjedhjet që do të bëhen në tetor, dihet që fitus do të jenë përfaqësuesit e tyre. Mendoj që më tepër për këto momente problemi duhet të zgjedhet në aspektin politik,
Dhe kjo ndjeshmëri ose kjo situatë e cila mund të them është e manipuluar nga eksponent të qeverisë serbe, të cilët për çdo ditë dhe mund të them për gjithë dinamikën që sot ndodh në Kosovë me popullatën me pakicën serbe manipulohet dhe mund të them involvohen elementet e tillë, do thotë që nga rasti Bajska, pastaj me kanalin e Ibrit atje të aksionit. Të gjitha këto kanë qenë, mund të them, disa aksione të cilat Serbia dëshiron t'i krijojë në Kosovë dhe një pakënaqësi dhe një bund të tillë dhe të kërkojnë nga ndërkombëtarët apo nga takimet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s që janë çdo 6 muaj dhe të kërkojnë që në rreth Kosovës të paraqitet si një mund të them vujtje të serbëve sipas politikës serbe dhe të shkaktojnë në aspektin diplomatik kështu çdo herë tendencë që kjo situatë të mbahet kështu pezull deri mund të them të një arritje e asaj që është ligjërisht obligative në raportet Kosovë-Serbi. Mendoj që në një aspekt Serbia përkundër turbulencave të brendshme me protesta jashtëzakonisht të furishme për brenda në Serbi, që mendoj që Vučići ka pozicionin pikun më të ulët të kredibilitetit të brendshëm. Meqense në politikën e jashtme duhet pranuar që ka pas disa aktivitete që kanë qenë, mund të them, jashtëzakonisht favorizuese për Serbinë. Dhe ajo që ka ndodhur me djalin Trump Junior ka qenë, do thot, ajo që i ka ndihmuar ose tepër me Vučićit për konsolidimin e tij të brendshëm. Mirë po, mendoj që nuk lidhi në atë aspektin që djali Trump Junior udhëheq në institucion në Amerikë, mirë po, duhet kuptohet që djali i presidentit të shtetit më të fuqishëm botë dhe një fjali e tij ose një interferimi i tij mund të ketë ndikim në atë çka është në mendjen e Trumpit apo mund të them në aktivitetin e tij nesër për Ballkanin. Tëra kjo tregon që Serbia realisht dëshiron që të krijojë një situatë të destabilitetit për brenda Kosovës dhe të krijojë sa më tepër probleme të natyrave të ndryshme, qoftë nga pakënaqësitë që mund të ngjallen në Kosovë, një gamë të luftës hibride përdor Serbia sa drejtën Kosovë. Këtë drejtim veriu është pika esenciale dhe mendoj që administrata amerikane dhe ajo që do të vijë në të ardhmen tentohet të krijohet një, mund të them, Washington 2022 që të arrihet, mund të them, një bashkëpunim i tillë, një ozë ballkanike për aspekte ekonomike, sepse dhe logjika e presidentit Trump është e bizneseve dhe në këtë drejtim do të kemi edhe qasjen e tillë, edhe pse ka një përfaqësues të mbruar tash të State Departmentit Amerikan për Ballkanin. Mirë po çfarë do të jetë dhe kush do të jetë ai personi i cili do të jetë i kyçur në relaksimin e këtyre raporteve dhe afrimin e një platforme për raportet Kosovë-Serbi, besoj që mund të dihet shumë shpejt edhe pse dihet që Richard Grenell është i emëruar për krizat në botë, emisar, dhe besoj që edhe tek ne do ta ketë një rol. Po sidoqoftë Kosova ka nevojë për një stabilitet të brendshëm, institucional, qeverisës, dhe të kërkoj që kjo qeveri të jetë qeveri që të ketë një mandat 4 vjeçar dhe të ketë, mund të them, numër solid të konsiderueshëm, një koalicion qartë i qëndrueshëm, mirë po edhe me vizion për të ardhmen, sepse Kosova duhet të kuptoj që nuk jemi në vitet 90-ta, nuk jemi as në vitet 99-ta, në fillim viteve 2000-ta, por jemi në një kohë kur mund të them gjeopolitika dhe komplet gjeostrategjia botërore në shumë pikpamje ka ndryshuar. Çfarë do të thotë dhe çfarë kërkon të tregojë deklarata e djalit të Donald Trump se Bill Clinton sulmoi Serbinë në bashkëpunim me Britaninë e Madhe për të fshehur skandalin Levinsky? Mendoj sepse Gjenerali Shtabi, kur është bombarduar nga forcat e NATO-s në vitin 99,
mund të them tash 26 vite, ky gjëra shtab do të krijohet një resort hotelier i cili është marrë nga dhëndri i Trumpit. Mendoj që deklarata e Trump Junior ka pas për qëllim një zbutje të asaj që njihet, mund të them, një relaksim të raporteve, sepse ka ndodhur çka ka ndodhur në serbët, duhet ta kuptojnë që kjo nuk ka ndodhur për inati që i urrejnë amerikanët serb, sipas tij po mendoj, por ka ndodhur për shkak të atij skandalit, të mbulohet ai skandali me Levinskin, i Bill Clinton, presidentit e shumë amerikan, që nuk mendoj që ka të bëjë me realitetin, absolut. Ka qenë, do thotë, çështje jo me humbë vëmendjen, sepse ajo çështje ka qenë në atë kohë bukur shumë për folën e SBA, ratingu i Clintonit në atë kohë, mund të them, ka pas ngritjen më të madhe, mirë po edhe një ramjet e tij për shkak të asaj afere, por prap konsiderohet që Clintoni ka qenë një ndër presidentët më të suksesshëm. Dhe mendoj që aksioni dhe goditja që është bërë në Kosovë ka qenë aspektit humanitar, është nisur nga ky parim. Dhe mendoj që nuk ka qenë asgjë që sot mundet ta kompromitoj asnjë fjali e djalit të Donald Trumpit. Mirë po, ana shijes biznesore dhe transaksioneve të cilat dëshiron djali dhe dhëndri i Trumpit të krijojnë në Beograd dhe në Sarand, mund të them që ndonjëherë kërkojnë ndonjë alibi për të gjetur ndonjë shkak që të kaluarën historike ta paraqesin që ka qenë një aksident, një gjë e rastit. Mirë po, ajo që mendoj tek djali i tij dhe afrimi i tij me presidentin serb dhe gjithë ato historiet e shiqimit të Beogradit nga ato ndërtesa dhe gjithë ajo, mund të them, pritje dhe bisede relaksuar në aspektin e afrimeve dhe të gjitha ato natyrat e tjera të cilat e personën tërë atë takim të tij me Vučićin, tregon që serbët kanë arritur të krijojnë, mund të them, një lloj hyrje në atë që njihet kanë kapërcyer munin e zjarrit. Dhe qëllimi i serbëve nuk është qëllimi me evropian, qëllimi të afrohen me evropian, qëllimi i serbëve është të krijojnë raporte sa më të mira me shtëpinë e bardhë për të Atlantikut. Kjo do thotë është ajo që mendoj që edhe në takimin me djalin e Trumpit e ka këtë point, 6, mund të them, organizata lobuese serbe kanë licencat për të lobojnë në SBA, ne shqiptar fatkeqësisht kemi zero. Edhe kjo është forma lobuese edhe e djalit e Trumpit. Dhe mendoj që në ardhja e tij në Beograd mund të krijojnë, mund të them, kthimin e asaj që serbët e mendojnë për të hyrë përmes, mund të them, asaj që është vështirë të deportohet, por mund të them që në këtë drejtim kanë pasur edhe sukses. Përmes këtij lobimi, apo kërkon Serbia që të përfitojë diçka më tepër, qoftë në këtë rast edhe Kosovën? Serbia 2 poenta momentale, duke shtuar ato turbulencat dhe protestat jashtëzakonisht të fuqishme brenda. Meqense ato protesta do të krijojnë një imazh të ri, në mënyrë evolutive, do të kemi krijimin e një force të re në Serbi nga elitat intelektuale të universitetit, studentë dhe profesorë të universitetit, dhe ajo çka do të krijon pa gjakderdhje, sepse do të ketë eksese, besoj që do të ketë edhe viktima në të ardhmen. Nuk ndryshohet dhe nuk transformohet aq shpejt ai despotizmi i Vučićit që të lëshoj pushtetin as let. Dhe mendoj që politika serbe ka 2 poenta të tilla, të cilat me Republikën, entitetin serb në Bosnjë, dhe me atë që quhet shpërndarjen, mund të them, përbrenda lëkurës së Leopardit në Kosovë, të krijimit të asaj që më njihet asociacioni, dhe mundësisht serb kërkojnë që të kenë edhe ndarje territoriale, të krijojnë kushte që po që se vjen iniciative të tillë nga amerikanët. Shumë edhe analistë
në Amerikë nuk e përjashtoj këtë mundësi, mirë po duket që është për momentin jo reale. Ato në botë, zoti Quku, ku përmendën ndarjet e tilla, siç është rasti me territorët në Ukrainë, pastaj bartja apo deportimi i popullatës Gaza, mund të kemi zgjedhje, marrja e kanalit të Panamës, marrja e Grenlandës. Do thotë bota sot është një kaos dhe nuk mund të thuat që asgjë nuk mund të ndodhë, kur do të jetë kjo kur dhe kur. Këto gjëra mund të ndryshojnë dhe mendoj që mund të jetë si opsion i amerikanëve për krijimin e tri, mund të themi, fuqive në Ballkan lokale, kroat, serb dhe shqiptar, do thotë një Shqipëri etnike, po ashtu një Serbi me epitetet e tilla, me Bosnjë dhe pjesë të Malit të Zi, dhe një Kroaci e cila ka apetitën të ndaj të marrë dikon një të tretën e spakun një të tretën e Bosnjës. Dhe mendoj që në këtë drejtim serbët dëshirojnë të krijojnë konturat të planit A ose B. Do thotë variantet, përdorimin e variantave të tilla, që do thotë është asociacioni, një formë, një lloj autonomie për serbët në Kosovë, që ma vonë me antarësim për kërkesën për antarësim në OKB mund të kërkojnë de facto një lloj republike të posaçme, siç është rasti me entitetin serb në Bosnjë. Do thotë në këtë drejtim serbët dëshirojnë që në Amerikë të krijojnë të gjitha parakushtet dhe këto organizata limbuse, por me rëndësi për ta është që të kenë, mund të them, njerëz dhe qasjen e tyre dhe komunikimin e tyre me shtëpinë e bardhë. Dhe në këtë drejtim, shoqëruar nga aspekti global, takimet dhe marrëveshjet ruso-amerikane, takimi Trump-Putin dhe relaksimi i këtyre raporteve është pozitive dhe për politikën serbe. Dhe kjo për ne duhet të jetë brengose dhe duhet një mobilizim për ata, them që shqiptarët kanë nevojë në unision të krijojnë lobime të forta, siç kanë qenë në vitet 90 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë do të thotë marrëveshja e nënshkruar mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë në fushën e sigurisë, dhe a është ky një paralajmërim për një rrezik të mundshëm nga ana e Serbisë në të ardhmen, duke qenë se edhe vetë Beogradi është tërbuar, po të themi në një farë mënyre, nga nënshkrimi i kësaj marrëveshje? Është shumë e rëndësishme, them drejtën. Marrëveshja e tillë trepalshe, Kroaci, Shqipëri, Kosovë, është deklaratë e një memorandumi. Tash në definim a është aleancë, është thirr të thuhet, a është partneritet strategjik, nuk është partneritet strategjik. Janë tri shtete të cilat dy nga ato janë anëtare të NATO-s, njëra që është Kosova ka apetite për të hyrë sa më shpejt në NATO, por mund të them një deklaratë e tillë është jashtëzakonisht interesante dhe nënkupton 4 pika të cilët janë paraqitur në tekstin origjinal, që ka të bëj, do thotë, prej bashkëpunimit ushtarak në lamin e industrisë së mbrojtjes, stërvitjes dhe trajnimeve të tyre, dhënies së informacioneve, luftën, do thotë, kundër dezinformatave dhe apo që si quhet tash luftën speciale, luftën hibride, të kenë një qasje dhe një bashkëpunim të ngushtë mes tyre. Po plus atë që është më rëndësi për Kosovën, antarësimin e Kosovës, ose hyrjen në partneritetin përposhtë me NATO, do thotë hapat e tillë dhe programin aksional për antarësim në NATO. Mendoj që sepse partneriteti strategjik nuk kupton, po që se një vend sulmohet, obligon edhe 2 vende tjera të hyjnë në luftë në rast të një sulmi. Këtë nuk e kem. E kem, mund të them, është një deklaratë politike e cila mund të them në aspektin e parafrimit të 3 shteteve dhe qëllimeve dhe interesave të 3 shteteve janë prafërsisht të njëjtë. Dhe kjo mendoj që në një farë mënyrë ka alarmuar të Serbia që po lidhet pakti kroato-shqiptar në rrethin e ciklit antiserb të tyre, historikisht do thotë tentohet që Serbia të futet nën kthetra dhe nën aleanca të ndryshme të cilat në rast lufte mund të kanoset ekzistenca serbe, edhe kështu broskulla të cilat mendoj që nuk kanë bojnë me realitetin. Edhe pse u përflit këto 2 ditë që Serbia mund ta krijojnë
një marrëveshje të tillë, një deklaratë me Hungarinë. Do thotë do të kemi tash lëvizje të tilla të cilat mendoj që në të ardhmen ku do të jetë Bullgaria, Rumania, pastaj ku vendet komplet Ballkani, pa i ndarë Ballkanin perëndimor, lindor dhe jugor, ku do të jetë Greqia e kështu me radhë. Por mendoj që e rëndësishme është që Kosova në këtë situatë ka nevojë për bashkëpunim bilateral, për shumë arsye të proceseve të cilat të thotë se nuk është antare NATO-s. Dhe to bashkëpunimet në aspektin ushtarak që mund të krijojnë me shtete veç e veç kanë një rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Dhe e para është që goditja ju ka bë botës sërbe. Sepse vitin e kaluar në qershor ka qenë ai takimi i famshëm i botës sërbe, përfaqësuesve serb nga Bosnia, Malizi, Kosova dhe gjitha. Dhe tëra kjo ka pruar Serbinë që se bota sërbe ka prekur edhe Kroacinë, edhe Bosnjën, edhe ne shqiptarëve. Dhe këtu mendoj që ajo forma dhe trekanshi i arritjes trilaterale a bashkëpunimit Kosovë, Shqipëri, Kroaci ka rëndësi të madhe. Në aspektin mendoj të asaj që në rast rreziku të një lufte a do të ndërhyjë pala tjetër, meqense me Shqipërinë o diçka tjetër, ne duhet të kemi një bashkëpunim dhe një lidhje mund të them strategjike dhe ekstra Kosovë-Shqipëri, që në rast goditje të njërit vend automatikisht në luftën edhe pala tjetër, do thotë është mase normale. Këtu mendoj që këtë drejtim kemi pangesje, duhet jetë një koordinim i tillë, mund të them një bashkëpunim, një dokument i tillë strategjik, i nënshkruar nga të dy palët, sepse fundi i fundit është koha. Dhe mendoj që kjo do të arrit edhe të japë edhe një sinal që shqiptarët më të vërtet në rast lufte dhe kanosje kanë një unitet të përbashkët dhe të përgjigjen bashkarisht me të gjitha forcat e tyre. Por më rëndësi është që Kosova dhe Shqipëria të krijojnë konturat për riforcimin dhe armatosjen e kapaciteteve të tyre ushtarake dhe të gjitha gjinit. Jo vetëm në infanteri, komisari, që do thotë ose forcat e motorizuara, por të kemi edhe në nivel të ngritur që nënkupton edhe ato të sistemeve raketore, mbrojtjes kundërajrore, aviacionit dhe gjitha elementet me të cilat sepse sot bota ka arritur të shkojë në sistemin e tillë që dronet po paraqiten si shumë efikas dhe mendoj që në këtë drejtim duhet të kemi paralele edhe në Ballkan, në raportet, edhe pse Shqipëria dhe Kosova kanë një raport dhe bashkëpunim ushtarak edhe me Republikën e Turqisë. Mirë, po këtu duhet të synohet që kjo të arrihet në aspektin asaj që nënkupton marrëveshje strategjike. Sidomos kish me qenë fati i madh që Kosova të arrijë një marrëveshje të tillë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si e shikoni rolin e Turqisë në rajonin e Ballkanit, teksa vendi po përballet me protesta pas arrestimit të kryebashkiakut të Stambollit? Ndërkohë një takim mes Mitsotakisit dhe Erdoganit pothuajse është shtyr dhe nuk pritet të mbahet së shpejti. Çfarë po ndodh në këtë rast dhe si mund të shtrihet ndikimi i Turqisë më tej në rajonin e Ballkanit dhe si mund të jenë raportet me Greqinë, duke qenë se dy vendet kanë pasur edhe përplasje të shpeshta pavarësisht se janë dy vende anëtarë të NATO-s? Me Greqinë, zoti Quku kanë problemet, do thotë, të kahershme, sidomos me pjesën mesdhë lindor, edhe për burimet energjetike, por edhe gjithë, mund të them, ata ishuj që afrohen te zona turke. Mendoj që asmeria e tillë turko-greke mund të shpërthej, mund të varet nga lëvizjet e ndryshme që ndodhin në real politikën dhe gjeopolitikën e sotshme botërore. Dhe takimi Mitsotakis Erdogan besoj që për shumë arsye edhe të problematikave të brendshme në Turqi. Do thotë Ekrem Imamoglu, lideri CHP-s i partisë tradicionale qysh formuar në vitin 1993, partisë mund të quajtë liderit të tyre shpirtëror, Kemal Atatürkut. Mund të them që ka pasur një goditje kjo parti dhe ky lider, nga se ajo që flitet për nga antikorrupsioni turk, mund të them organët e tyre që kanë bërë ndjekje korrupsioni i tillë dhe ato 11 çantat e mëdha
me lek lira turke apo miliona dollar nuk i dhanë shijet e mirë. Mendoj që nuk gjithë turbulencat e branshme që sot dhe kësaj dite tash edhe në mbrëmje ke protestat të tilla duke parë edhe mediumet turke. Mendoj që nuk rrezohet dhe nuk rrezikohet Erdogani. Erdogani s'është rrezikuar as me Putin e 16-s në një farë mënyre. Nuk është arrit të suksesi pa fëmijë atyre që kanë menduar. As më tepër sot kur ka një ngritje, mund të them, evolim të tij në politikën e jashtme. Do thotë është njëri ndër liderët që konsiderohet bukur karizmatik. Është në zenitin e tij, prandaj edhe Krem Imamoglu dhe CHP-ja e kanë gjetë ndoshta momentin më të papërshtatshëm, sepse është një lider që do thotë ka luajtur rol sidomos në luftën në Ukrainë, pastaj në raportet në lidhje të afërt, mërzimin e Asadit dhe Siri, do thotë është merit e Erdoganit rrëzimi i pushtetit i Asadit në Siri, dhe mendoj por edhe shumë problematika tjera që lindën me lidhjet e mesme, ka rol kyç ka Erdogani, pastaj nazin qendrore në konfliktin në Armeni Azerbajxhan, dhe më them një gamë të tëra aktivitete dhe krizave ka luajtur një rol të veçantë Erdogani. Dhe mendoj që viti 2028 mund të sjellë ndryshime. Erdogani ka konsumuar një pushtet bukur shumë, 20 vite. Por turqët nuk e harrojnë të mira që ka ndodhur në periudhën e Erdoganit, sepse industria e armatimit turk sot është, mund të them, në nivele të klasë botërore. Dhe tëra kjo tregon që elektorati turk din të vlerësoj, dhe 2028 mund të sjellë befasina, mund të vjen një lider opozitar, por besoj që Fidan Hakani Hakan Fidani do të jetë ministri i jashtëm trashëgimtari i Erdoganit, i partisë AK-Partajit, partisë për drejtësi dhe zhvillim. Do të jetë figurë jashtëzakonisht e fuqishme dhe serioze. Opozita e ka Ekrem Imamoglu, varet procesi si do të shkojë. Ai akuzën e ka të dytën për terrorizëm, por tërheqje, ka vetëm për korrupsion, sepse të bisedojsh me organizata ato që kurde nuk është bashkëpunim me terrorizëm, sa ata janë të regjistruara legalisht në Turqi. Por konglomerati i branshëm i Turqisë është jashtëzakonisht interesant, pe atyre sekteve dhe grupacioneve të ndryshme të besimeve, deri te një popullat që është në këtë rast kurdët që kanë një dominim bukur të madh në lidhjet e Turqisë. Por mendoj që njerëz do të harrojnë, Turqia mbi 20 milion i ka votues konservator religjioz. Dhe në këtë drejtim Erdogani luan me këtë kartë bukur shumë dhe i konvenon të luajë me këtë kartë, sepse ai në fjalë fjet për Al-Aqsën atje ose për Palestinën dhe nxit elementet religjioz islam në Turqi dhe i ka përkras nesër. Dhe në këtë drejtim mendoj që sot do të ketë ndikim në Ballkan, mendoj që Turqia është një lloj kujdestari, mund të them, dhe telefonata edhe Trumpit me Erdoganin ka treguar që bile është citati që kanë shpërndarë dhe mediat turke që ti je zotrivi i Sirisë, e ka thujtur Erdoganin. Dhe mendoj që në këtë drejtim edhe në Ballkan luan një rol të veçantë. Mund të them zoti Çuku që në 97-ën një intervenim turk ka ndikuar që të qetësohet situata në raportet shqiptaro-greke. Duhet e deklaratat e Suçilerit në atë kohë. Prandaj mendoj nuk është a kem ne ndaj far simpati apo antipatie në raportet e tilla, por mendoj se ne historinë e kem ka bardhëzi, por sidoqoftë Turqia që nga Sarajeva, mund të them, por edhe me ekonominë, me investimet në Serbi, ka një ndikim jashtëzakonisht. Meqense investimet tash kanë ble edhe në Gjenova, atje një kompani ajrore shumë të fuqishme sa i përket asaj që njihet të dronave me Italinë, bashkëpunim jashtëzakonisht të fortë. Dhe besoj që sot Meloni, kryeministri i Italisë, është shumë e dashur edhe në Turqi. Këtu do thotë janë ato pikat që mendoj që Turqia ka interesat e veta në Ballkan, në Azinë qendrore, por edhe në lidhje të afërta. Zoti Bilali, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Zoti Çuku, ishte kënaqësi, ju falenderoj edhe nga ju dhe kaloni mirë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.